Dy nga banorët më të komentuar dhe më të përfolur të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova, Alba dhe Limi, kanë surprizuar publikun mbrëmjen e sotme me një veprim që askush nuk e priste, duke rikthyer fuqishëm vëmendjen te raporti i tyre i ndërlikuar dhe i mbushur me tensione brenda shtëpisë më të famshme në vend. Pas një periudhe të gjatë debatesh, keqkuptimesh dhe distancimi emocional, ku raporti i tyre duke i ftohtë dhe i thyer, dyshja janë parë gjatë mbrëmjes në një moment që ka habitur jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun jashtë. Alba dhe Limi janë kapur për dore, një gest i thjesht në dukje, por që në realitet mbart një simbolik të fortë, sidomos për ndjekësit e formatit që prej ditësh kanë ndjekur me vëmendje çdo zhvillim mes tyre. Ky moment ka ardhur në një kohë kur shumë kush mendonte se raporti i tyre kishte arritur në një pikë pa kthim. Pikërisht për këtë arsye, kapja e duarve është interpretuar nga fansat si një sinjal pajtimi, një përpjekje për të lënë pas konfliktet dhe për të rikthyer të paktën respektin dhe qetësinë mes tyre. Disa e shohin këtë si një shenjë se mes Albës dhe Limit ende ekziston një lidhje emocionale e pashkputur plotësisht, ndërsa të tjerë janë më skeptik, duke menduar se ky veprim mund të jetë thjesht një gjest spontan apo një lëvizje strategjike në kuadër të lojës. Veprimi i tyre nuk ka kaluar as pak pa u vënë re në rrjetet sociale, ku reagimet kanë qenë të menjëhershme dhe të zjarrta. Komentet kanë vërshuar në platforma të ndryshme, me fansa që po analizojnë çdo detaj, mënyrën se si u afruan, gjuhën e trupit, shprehjet e fytyrës dhe momentin kur ndodhi ky gest. Disa shprehen të emocionuar dhe shpresplot se ky mund të jetë fillimi i një afrimi të ri, ndërsa të tjerë paralajmërojnë se gjithçka duhet marrë me rezervë. Nga ana tjetër, edhe banorët brenda shtëpisë duket se e kanë vënë re këtë moment, duke shtuar më tej tensionin dhe kuriozitetin rreth dinamikës së re që mund të krijohet mes Albës dhe Limit. Çdo lëvizje e tyre tani pritet të analizohet edhe më me lupë, pasi publiku kërkon përgjigje të qarta. A kemi të bëjmë me një pajtim të sinqert, një miqësi të re, apo thjesht me një shenjë paqeje pas një periudhe të vështirë? Mbetet për të parë në vazhdim se si do të evoluojë raporti mes Albës dhe Limit dhe nëse ky gjest domethënës do të pasohet nga biseda sqaruese, afrime të tjera apo veprime konkrete që do ta bëjnë më të qartë marrëdhënien e tyre brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Një gjë është e sigurt, dyshja ka arritur edhe një herë të jetë në qendër të vëmendjes dhe të ndezë diskutimet mes publikut. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.